banorët e Mekës, pasi e panë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam doli haptas me i thirr njerëzit në fenë e Zotit, atëherë ndërmorën disa hapa që ta pengojnë Muhamedin alayhis salam në përhapjen e fesë. Cilat ishin këto hapa? Fillimisht, banorët e Mekës do të marrin hapa të mashtrimit. Do të mundohen që ta mashtrojnë Muhamedin alayhis salam me dunja, me të mirat e kësaj bote. Fillimisht shkuan tek xhaxhai i tij, i cili ishte përkujdesur për të, tek Ebu Talibi. Dhe i thonë atij: "O Ebu Talib, ti je i njohur në Mekë, je njeri me famë. Ti po e sheh që ky nipi jot s'po na lën rahat. Ti po e sheh që ky nipi jot na ka fut për çaje. Po zihen familjar me njëri tjetrin. Njëri beson, tjetri s'beson. Po zihet prindrit me fëmijët. Po zihet burri me gruan, e kështu me radhë, na ka fut për çaje." I thanë: "Foli nipi tat. Foli nipi tat që të ndroj rrugë." Ebu Talib flet me Muhamedin alayhis salam duke i thënë: "Unë jam i shtyrë në moshë. Mos më rëndo me këtë gjë. Lëre këtë rrugë. Mos më rëndo dhe mu se unë jam me ty në aspektin e fëqësisë. Atje nipi im unë do të mbështes." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë shkurt i drejtohet xhaxhait të tij duke i thënë një fjalë shumë të madhe. Fjalë e cila tregon vendosshmërinë e Muhamedit alayhis salam në fenë e Zotit, dhe jo si unë e ti, që me dalë dikush kundër, thu, aq se po e le, aq se po largon, aq mos prishe me babën, me nonën, me mikun, me shokun. I thot pejgamberi alayhis salam: "O xhaxhaim, nëse ma vendosin djedhin në krahun tim të djathtë dhe hënën në krahun tim të majt, unë nuk e lej këtë rrugë." Një vendosshmëri e madhe e pejgamberit Zotit në fenë e Zotit gjithësisë. Unë nuk e lej këtë rrugë për asgjë në botë.